ka propozu mjeku me thonë eci 45 minuta, dalë ka herë eci, ka herë jo, gjithçysh. Qysh ndikon që ecja në disponimin e juaj edhe në Nuk po shoh diçka ndryshim. Nuk ka ndaj përmirësim. Jo. A keni kombinuar ndonjëherë, domethënë trajtimin medikamentoz, që për shumë psikiatri me psikoterapi te psikologu? Jo, s'e kam provu. Kjo gjendja juaj është konstante apo ka periudha kur jeni mirë një kohë, masni prap përkeqësohet gjendja? Do që jam pak më mirë, nina më mirë. Sa zgjasin që ato periudat kur një jeni mirë? Shkort. Me ditë? Me javë? Jo, me orë. Me orë? Me orë. Edhe mandej prapë riktheni në gjendjen e njëjtë. Edhe çka ju kujtohet tjetër prej këshillave që kanë dhënë përveç ecjes, se do t'ju kenë sugjeruar diçka me qenë se ju kanë pa me vite. Me diçka të shtëpia bashkë, diçka më merr me diçka. Me u angazhu diçka. Mos më najt pasiv. Po. Po, edhe na katunat që jena posin qytet, kur që s'kem diçka, është që më thonë, më merr me diçka, po, edhe merr na më shumë pak edhe me nonën, se kam nonën e paralizume. Ka po sëllum, jam me angazhu masoj gjatë të ditës gotë. E ju keni punu për para, po? Unë punu po. Qka... Unë punu sejrë. Nëse zdoni me përme. Dhe ndërrimtari ma herë. Edhe këta shokët që i keni meqt, i keni prej atëherë që keni punu bashkë? Po, i kam disa janë të ljarë, disa janë kësaj, po. Ajo në qëto probleme shëndetësore arsyeja pse keni lonë punën? Jo, nuk besoj. E keni lonë vetë-vetiju? Jo, këmë lonë s'ka puna qashtu, s'ka pos punë ma shumë. Edhe s'keni provu me u punësu dikon? Jo, se këmë provu, jo. Se normalisht mjekët nuk qojnë dorë prej pacientëve përveç nëse provojmë çdo gjë që mundemi me ofru, edhe nëse shohim që nuk ka motiv me ndryshu diçka personi, se mes tjera është përveç barnave japim edhe këshilla. Atëherë mundet me arë një situatë kur mjeku mundet me thonë, unë kam ofru që kam ofru, këshillaj me shku te dikush tjetër me provu në tani një tjetër. Pikrisht, do thotë nuk është se i thojmë nuk du me trajtu mo, po ofrojmë krejt çka mundemi, edhe nëse nuk shohim përmirësime, atëherë referojmë te dikush tjetër, te një kolegu ose kolege, me idenë që ndoshta qasja dikujt tjetër i flen më shumë pacientit se sa që i flen qasja jonë.